PDK-ja e ka një gjas të mirë me rujt paktën pozicionin që ka. Unë e thash që Grajinca e ka për detyrë edhe obligim me thonë që LDK-ja ka mu rrit, po nësë mundë me thonë që ato, sepse që ato komuna u ka hu. Grajinca se ka për detyrë, se Grajinca e jep opinionin e ti. Mirë, po ditët është antari partisë dhe është këtë normal që a i me thonë... Ka polifoni që do të klutë fjaziri. Absolutisht, por në anën tjetër mos harrojmë që edhe kjo pretendimi që vetëvendosja mundet, unë nuk besoj që që du me thonë është që zgjedhjet lokale nuk besoj që kanë me reflektuar shumë në zgjedhjet nacionale, sepse në fund ditës me ndihmë të vogël ose të madhe edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe vetëvendosja, edhe OK-ja, një pjesë të madhe të komunave i kanë fituar me balotazh. Që i bjen o dash më ndihmu parti tjera për me ardhë që rrjedhimisht ato vota që i kanë marrë balotazh ekstra nuk janë votat tyne, janë votat e partive që s'kanë qenë ngarë kryesisht. Kështu që unë mendoj që kjo ideja se LDK-ja mund me pas një trend të madh të rritjes nuk e pres, mund me pas lëvizje të vogla, nuk po e përjashtoj, po prap kur e sheh që i ka hup dy komuna, ajo reflekton domosdoshmërisht. S'pas ka LDK-ja, s'pas ka PDK-ja. Jo, PDK-ja mund me pas një trend pak më të madh ndoshta krahasu me LDK-n, për shkak që ty në lëvizjeve që i ka bë, edhe eventualisht rikthimi i Ramizit në foli, po themi zbeja aty në ndasive problemeve. Por unë nuk pres as ndonjë sukses potencialisht në PDK. Që mundet mja, do mund të rasti i PDK-s unë mendoj që kontributi i Limajt mund më kanë shumë më i madh se ta OK-ja për shembull. Ndërsa nuk pres ndaj ngritje të vetëvendosjes. Unë mendoj që unë shoh një konstelacion pak shumë të njëjtë që ai kemi edhe tash me të thonë drejtë. Nuk e sheh rritjen e votave. Pavarësisht faktorit të Mërgate, faktorit këtu. Nuk besoj që ka me pas se Fitoros në Mitrovic. Mune me pas kushtim, po jo, me gjithatë se edhe Mitrovicën me pak ndim ju ka dash për me fitu, prap. Sepse po kush do që u banë? U banën bashkë edhe Janë Mitrovic që përmene po të banën bashkë jo, vetëvendosja i luftoj krejt Mitrovic. Pse se fitojnë në rëndë parë, o zoti Gazi, pse se fitojnë në rëndë parë, ajo nëse veç i pas ka pas. Po se u banën krejt bashkë, o ti gjatës. Ka mundur të ndodhe në rëndë parë, se LDK-ja ka qenë me një votë minimale. S'ndodhe, ju dash me shku në balotazh. Gjitha subjektet u bon bashkë për me fitu në balotazh, në fakt vetëvendosja i ka pas krejt kundër në Mitrovic, edhe në Fushë Kosovë, zyrtarisht. Jo, se ka pas koalicion me AOK-n edhe qoftë se janë kanë veç 200 vota aty. Trenori.